ka në krye një njeri i cili s'mund ta sulmoja unë atë kur. Se sulmoj një tjetër unë. Njeri i cili ka 4 banesa, 3 në emër të vetë dhe tjetërën thot banoj me qira tek vjerri, i paguj vjerri qira, e kuptoni u tani? Pra, vjerrit qira, sikur e bia nuk ka pjesë në pronat e tjatit. Po kush është ai që i pranon këto broçkulla, këto mashtrime dhe falsifikime? Ajo që është këtu, zonja është ky, nuk ka zyrtar në Shqipëri, cila do që tjetë rroga që mund të ble 3 apartamente banimi me rrogë shteti. Kjo hiqe nga mendja. Kështu që këtu janë parat të lara nga Altin Troplini dhe të fshehura nga ata që i kanë bërë vetimin. Një kjo. E dyta, besoj se kjo do t'jetë një shqetësim i madh, kjo që them unë, edhe për ju, edhe për çdo qytetar. Në qoftë se unë vi këtu para jush dhe lexoj pasazhe nga dosjet që këta kanë, në të cilat faktohet se Taulan Balla ka bërë pazare për Toyota Yaris për të nxjerrë mjetet e transportit të parave në rastin Toyota Yaris të bandës Elbasanit, dhe këta nuk veprojnë, dhe këta si veprojnë, si veprojnë Troplini, Troplini jetimit para. Troplini bën këtë, dosja 26 e merr dhe e çon në gjykat. 26 fraksionisht është Taulan Balla, atë marrë raft. Në një kohë kur Taulanti është o aq përgjegjës sa Fetahu, sa Gjukasja, e tjerë me radhë. Pse mos është ky vetëm ky rast? Jo, është rasti Uluziu. E pati si u bë Uluziu, deshu xhvesh në parlament nga sikleti. Uluziu e ka aty që Olsi, merja pak atë masën ati Olsi, si është afroju pak merja pak se shu, se i ka asar sjell burri mirë, Altin Hajri, 2 kostume Uluziu. Dhe ky bën sikur leqi po të mos reagonte Olsi Dado, po ngele ai, se mund të thanë është Olsi Dado. Nuk ishte Olsi Dado. Tjetër, i thot Halluni dhe Taulan Balla, i thot Suel Çela, Taulanti të marrë drejton Hallunin dhe të shkoj të liroj ata që i vunë Tritonin Lulzim Kurrës. I ka ndosje ky. Ata i vunë Tritonin, shikoj, ishte shumë e keqe ajo, se Tritoni i eksplozojnë rrugë duke kaluar njerëz që mund të vriste disa. Ky e mban dhe drejton Halluni është diku në KLP apo në KLG, në një nga këto qeveritë, jo është edhe në këto. Po. Ky e mban aty dhe Tao natyrisht asgjë. Pra më thuj ti mua, ata që fshehin krimin nuk janë kriminal? Apo ata që fshehin krimin si qytetar të thjesht janë kriminal, kurse prokurori që ka detyrë të dënojë krimin dhe e fsheh nuk është kriminal? Është 2 herë kriminal prokurori që e bën këtë. Unë ndaj them ato, s'them asgjë pa fakte. Kur s'mund sulmoj, njerëz të ligjit, njerëz që punojnë. A e morët vesh ju çfarë kërcënimesh i kanë bërë drejtan Freshit? A e morët vesh? Nga Edi Rama tek Troplini. Për të tjerë pasaj familjarët e Rametlijes e me radhë. Dhe lexoni ju sot çfarë shkruan Edi Rama me dorë batonit. Megjithatë u sot në duhet të them se aty të paktën pat një sinqeritet Batoni që tha fajin e ka Edi Rama. Lexojeni pak. Ai këtu
Se gazetarët janë, po ndonjë shërbim, edhe pse ai se a ka njeri më të verbër pas Edi Ramës se Batoni? Jo, nuk ka. Po ja që njeri shton njeriu bëhet edhe kthehet fap edhe shkojë. Nuk e ka Ludi, thotë, e ka Batoni. E ka Edi. Tani, a do vi Edi këtu? Më thoni pak. A do vi Edi këtu? Edi Rametlia i tha, nuk jam Qurraveci bashkisun. Unë të marrë me vete, i tha. Dhe në fakt, shkrimi i Batonit të regon se ajo ka normal me marrë me vete. Miru pafshim.